Ju përshëndes dhe mirë se vini, ky është edicioni i lajmeve orës 16 kundër të tjera do të ndiqni. Lam të mirë Servet Pëllumbi, përcillet me homazhe dhe ceremoni shtetërore ish kryetari i Parlamentit. Policia paralajmëron dëshkime të rënda për shoferët e papërgjegjshëm pas aksidentit tragjik në Durrës. Pamjet e aksidentit rrëzojnë versionin e shoferit Nikol Radaç, i qarkullonte me shpejtësi të lartë. Shëmbet sërish rruga Qukës qafploç, probleme tek thesa e Trebinjës, qarkullimi me një korsi. Shtyhet në 20 korrik vendimi i gjykatës së Hagës për ish-krerët e UÇK-s Taçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi. Greqi fundos Setania me sodë nisur nga Shqipëria për në Ukrainë, shpëton ekuipazhi. SBA Iran në prag të marrëveshjes, Trump pezullon operacionin për anijet në Hormuz. U zhvilluan sot homazhe me nderime shtetërore për Servet Pëllumbin, një nga figurat e rëndësishme të politikës dhe mendimit intelektual shqiptar. Personalitetet të larta dhe miq që kanë dhënë dhe kanë vlerësuar kontributin e tij në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe kulturën e debatit publik. Ceremonia e lamtomirës është shoqëruar me emocione dhe mesazhe vlerësimi për trashëgimin që ai la pas. Me flamurin kombëtar mjark mort, në heshtje dhe me nderime shtetërore, ju dha lamtomira e fundit një prej figurave më të rëndësishëm të politikës shqiptare. Qytetarë të shumët, personalitetet e larta të shtetit dhe deputet, nderuan ish kryetarin e Kuvendit Servet Pëllumbi, duke shprehur respektin e fundit. I njohur si akademik më parë dhe më pas politikan reformator, ai la pas një trashëgimi të rëndësishme në mendimin politik dhe kulturën e debatit publik. Mes emocionesh në emër të familjes, lamtomirën e fundit edhe Arben Pëllumbi, djali të ndjerit. A i na mësoi se jeta duhet jetuar me ndershmëri, me përgjegjësi dhe mbi të gjitha me dashuri për familjen. Na mësoi të qëndrojmë të fortë edhe kur jeta bëhet e vështirë, të mos ulim kokën përballë padrejtësive dhe të ruajmë gjithmonë dinjitetin. Sot duhet të them me krenari që jam djali i tij. Krenar për familjen që ai ndërtoi, për vlerat që na la dhe për dashurinë që na dhuroi pa kushte. Kryeministri Edi Rama pranoi se fillimisht raporti mes tij dhe Servet Pëllumbit karakterizohej nga antipatia, por që shumë shpejt u shndërrua në simpati reciproke. Për vite, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe, dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira. Ish kryetari Kuvendit Servet Pëllumbi u përcoll me omazhe, mes vlerësimesh për një jetë të tërë në shërbim të institucioneve dhe debatit intelektual. Urtësia dhe intelektualizmi i tij, qytetaria shembullore dhe guximi politik i shërbyen jo vetëm forcës politike ku ishte një nga drejtuesit kryesor, por edhe gjithë shoqërisë. Edhe për ne që kemi kaluar një pjesë të madhe të jetës me këta njerëz që kanë drejtuar Partinë Socialiste të Shqipërisë, natyrisht që nuk është e lehtë, është e vështirë, se duket sikur humb një pjesë tënde. Ka qenë një nga zorat më të ekuilibruar. Jo vetëm të politikës në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë brenda Partisë Socialiste. Një njeri reformator. E para nga pikpamja njerëzore që ishte një lider politik me integritet të plotë. E dyta për thellësinë e mendimit për të majtën progresiste. Do kujtoj si njëri të drejtë, të urtë, të mençur, i cili sekretari i Kuvendit i dha dinjitet Kuvendit të Shqipërisë, por besoj dinjitetet e të gjithë deputetët të Kuvendit. Për Partinë Socialiste, një politikan
që i doli për zot Partia Socialiste në një kohë shumë të vështirë dhe me vendosmëri dhe me besim të fortë e vlerat e majta ja doli ta mbante opozitën gjallë në një kohë me shumë sfida. Sidomos në vitet e vështira kur Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste u burgos, ai arriti që ta menaxhonte të majtën dhe sidomos Partisë Socialiste me shumë sukses përballë represionit jashtëzakonshëm. Profesor Pollumbi do të mbahet mend si një personalitet i shjuar jo vetëm i jetës politike, por edhe asaj institucionale dhe akademike. Një intelektual i jashtëzakonshëm, një politikan i urtë, me parime të forta politike, në dallgët në cilët ka kaluar partia që i bëri pjesë, gjithë jetën ishte pjesa e logjikshme, pjesa e moralshme, pjesa parimore. Mesazhet e politikës erdhën për të intasive, duke vlerësuar rolin e tij në momente kyçe të tranzicionit dhe kontributin në ndërtimin e institucioneve demokratike. Gjatë ceremonisë uvërese Belinda Balloku, e shoqëruar nga deputetë qarkut fier, ku është drejtuese politike, kreu omazhe para grupit parlamentar socialist dhe u largua nga ceremonia para nisjes së fjalimeve të rastit. Po ashtu, më herët u largua edhe ish-kryetare e Kuvendit Elisa Spiropali. Në një konferencë për media, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Dimitraj Ziu, paralajmëroi masa të ashpra për drejtuesit e mjeteve që kapen në Shkeli, duke parandaluar aksidente të rënda. Plani i detajuar përforcohet pas aksidentit tragjik në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë. Sipas statistikave, në 4 mujorin e parë të këtij viti, shkaki i aksidenteve në shumicën e rasteve ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara. Aksidenti tragjik në Durrës, ku 2 të mitur u përplasën për vdekje dhe një tjetër u plagos nga shoferi 52 vjeçar i dehur dhe me shpejtësi të lartë, ka vënë në lëvizje policinë e shtetit për të marrë masa shtesë me qëllim parandalimin e ngjarjeve rrugore. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Dimitraj Ziu, paralajmëroi ndëshkime të ashpra për shoferët problematik, teksa shpjegoi edhe një herë telegramin e kryepolicit Hita për mos ndalimin e automjeteve në akset rrugore nacionale pa shkak. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabura apo shpejtësi tej normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Referuar statistikave, 4 mujori i parë i këtij viti shënon një rritje të ndëshkimit të shoferëve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, ndërsa numri më i lartë i aksidenteve me pasoja të rënda është shkaktuar nga shpejtësia tej normave dhe sjellja e këmbësorëve. Janë arrestuar gjithsej 1009 shtevas, drejtues automjetër, për drejtim mjetën në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi. 22.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do të nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalime të gabura, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kasë mbrojtëse. Shoferët me shkelje të përsëritura do të mbahen në kontroll të vazhdueshëm, ndërsa në qendrat urbane do të ketë pika kontrolli në drejtimin e shefave të seksioneve dhe sektoreve përkatës, ku monitorimi do të vijojë me testet e alkoolit, kontrollet për shpejtësi, parakalimet e gabuara, mosdhënien e përparësisë këmbësorëve, përdorimin e celularit dhe të rripit të sigurimit. Pamjet filmike hedhin dritë mbi aksidentin tragjik në Durrës, duke treguar se mjeti drejtohej me shpejtësi të lartë në një zonë të banuar, në kundërshtim me deklarimet e shoferit Nikol Radaçi se kishte pirë vetëm një birë dhe po lëvizte me 30 km/h. Videoja dokumenton momentet përpara përplasjes fatale.
Zbardhe dinamika e plotë e aksidentit tragjik që i mori jetën 2 fëmijëve të mitur dhe e plagosi një tjetër në Durrës. Në video shihet momenti kur shoferi Nikol Radaçi lëviz me shpejtësi të lartë në një zonë të banuar, në kundërshtim me deklarimet e tij. Vetëm një birë dhe se po qarkullonte me rreth 30 km/h. Pamjet filmike tregojnë një realitet tjetër. Foristrada e drejtuar prej tij dyshohet se lëvizte me një shpejtësi mbi 70 deri 80 km/h në rrugën ku ndodhi ngjarja e rëndë. Disa sekonda para përplasjes fatale, në vijat e bardha kalojnë disa këmbësor. Për t'i shmangur, 52 vjeçari i bie Boris, por dyshohet se për shkak të gjendjes së dehur, humb kontrollin e mjetit, del nga rruga dhe hipën mbi trotuar, duke përplasur për vdekje 2 të miturit dhe duke plagosur një tjetër. Edhe në këtë rast, 52 vjeçari bie ndesh me deklarimet, pasi pretendonte se një mjet tjetër i kishte dalë nga një rrugica aty pranë dhe devijoi për ta shmangur atë. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit u largua nga vendngjarja, por u arrestua vetëm pak minuta më vonë nga policia. Ndërkohë, këtë të martë, gjykata e Durrësit caktoi ndaj tij masën e sigurisë, arrest në burg për 3 vepra penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt në gjendje të dehur dhe largimi nga vendi i aksidentit. Nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit, rezulton se 52 vjeçari është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për ti kalim të shpejtësisë 2 herë me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Ndërkohë, një ditë pas aksidentit, kryepolici Skënder Hita pezulloi nga detyra gjithë zinxhirin drejtues të policisë së Durrësit deri në përfundim të hetimeve, ndërsa MPO-ja nisi hetimet ndaj policisë së Durrësit pas denoncimeve të banorëve të lagjes 15 në zonën e Ishkënetës, të cilët pretendojnë se nuk është reaguar ndaj ankesave të tyre, se në atë zonë kalimi i mjeteve me shpejtësi të lartë përbënte rrezik për ta. Banorët e Arapajt në Durrës denoncuan publikisht 2 të rinj që lëvizin me shpejtësinë në lagjen e tyre. Rrugicat e ngushta të lagjes si dhe manovrat që ata kryejnë në rrugë janë shndërruar në rrezik serioz për banorët, të cilët thonë se e kanë denoncuar rastin edhe në polici, ndaj kërkojnë masa parandaluese prej tyre që të mos përsëriten tragjedi si ajo e 3 majit. Banorët e Arapajt në Durrës denoncuan 2 të rinj, fëmijë të tyre, që lëvizin me shpejtësi në rrugë duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve të tjerë. Nisur nga ngjarja e 3 majit ku një automjet që po lëvizte me shpejtësi të lartë përplasi për vdekje 2 të mitur dhe plagosi rënd një tjetër, banorët e Arapajt i druhen përsëritjes së fatalitetit. Rrugicat e ngushta të lagjes, si dhe manovrat që 2 të rinj kryen në rrugë, janë shndërruar në rrezik serioz për banorët e tjerë, të cilët thonë se kanë denoncuar rastin edhe në polici. Sa herë që dalin, futen, xhirojnë, u çojnë makinën te kamve se fëmijëve, goca ime e martuar, duke ardhur lart, ja çon makinën te kamët, e to rrezuar e friksuar. Ishte mbrëm polici, prap sot kishte çuni duke shkuar në shkollë, çur makinën te kamët, bër xhiro, çuni hofer prap lart. Po do më shtyp fëmit, moj, fëmit. Ajo më thot për ditë, moj, e me asaj gocës do t'i qash fëmit. Pse do i qajon fëmit? Çfarë po bën ata engjë, çfarë po bën kjo? Çfarë po bën çuni mua të laj punët vet? Kemi halë të tjera me smundje me kështu, ai viu, ai ka halë tjetër. Fute brenda atje dhe marr atje. Në këto kushte, banorët e Arapajt ju bëjnë thirrje institucioneve shtetërore të marrin masa parandaluese për këtë fenomen shqetësues, në mënyrë që të mos përsëriten tragjedi të tilla. Si më tej kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar nga deputetët e tij angazhim maksimal për protestën e 8 majit, duke cilësuar atë si vendimtare. Në mbledhjen e grupit parlamentar ai ngriti shqetësime për zgjedhjet, akuzoi për afera korruptive dhe përjashtoi çdo bashkëpunim me Partinë Socialiste për ligje kundër SPAK-ut. Në mbledhjen me grupin parlamentar të PD-s, Sali Berisha ju kërkon të tijve të punojnë për protestën e 8 majit, të cilën e konsideron të një rëndësie të veçantë. Ju bëj thirrje që çdo minutë, çdo orë t'ja kushtojmë përgatitjes së këtij akti të kryengritjes paqësore të 8 majit. Duke u ndalur tek raporti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, kreu i PD-s thot se ai vërteton se në Shqipëri nuk pati zgjedhje të barabarta.
Berisha theksoi faktin që Belinda Balluku del në këtë dokument. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian rikujton se imuniteti parlamentar është pjesë e kornizës kushtetuese të krijuar për të siguruar funksionimin e duhur të institucioneve demokratike dhe procedurat ligjore të vendosura pa ndërhyrje politike. 3 muaj Edi Rama, duke u bërë avokat i shpërftyruar i vjedhjeve të tij dhe duke menduar se shqiptarët janë budallë dhe nuk kuptojnë që s'po mbronte Belindën, po mbronte vetë e tij. Kryetari i PD-s nënvizon se Armand Frangu është personi i cili ka marrë miliona euro nëpërmjet akshit, vetëm se është pjesë e familjes së Rama. 2017 me nxitjen direkte të lindës së Suvelit, Edi Rama lëshon firmos vendimin që të gjitha prokurimet në fushën e IT-s do të bëhen nga akshi, sepse kështu donte Armand Frangu. Dhe akshi bëhet një prokuros gjigant i qindra milion euro me procedura të fshehta. Çdo pegmarrje është bërë që Armand Frangu të jetë fituesi i të gjitha tendrave. Shefi i Selis Blu deklaron gjithashtu se nuk do të bashkojë votat me PS-n për të votuar ligje kundër SPAK-ut. Komiteti investigativ Birn shkruan se rizgjedhja pagare Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike po shoqërohet me shqetësime për të ardhmen e opozitës. Sipas analizës, mungesa e rivalitetit dhe përjashtimi i kandidatëve alternativ janë shenjë krizës së brendshme në parti. Rizgjedhja pagare e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike më 23 maj, sipas rrjetit investigativ Birn, po ngresh shqetësime për të ardhmen e opozitës në vend. Birn shkruan në artikullin kryesor të tij se procesi për zgjedhjen e kryetarit u hap formalisht, por pa prodhuar një garë reale. Kandidatura të mundshme si ajo e Ervin Salianit u skualifikuan për mos plotësim kriteresh, ndërsa edhe një tjetër pretendente, Merem Sela, nuk u lejua të hyjë në garë. Në këto kushte, Berisha pritet të konfirmohet në krye të partisë pa rival, përmes votimit nga antarësia sipas parimit, një antar një vot. Birn kujton se zgjedhja vjen pas humbjes së thellë të opozitës në zgjedhjet parlamentare të majit 2025, ku Partia Demokratike dhe aleatët e saj siguruan vetëm 50 mandate përballë shumicës së Partisë Socialiste me 83 mandate. Sipas vlerësimeve të ekspertëve, mungesa e garës për drejtimin e partisë dhe përqendrimi i leadershipit tek një figurë vetme tregojnë një krizë të brendshme dhe mungesë alternative, dhe vën në pikë pyetje aftësinë e opozitës për të ringritur dhe për të sfiduar mazhorancën në të ardhmen. Sali Berisha, një nga figurat kryesore të politikës shqiptare që prej viteve 90, u rikthye në krye të Partisë Demokratike në vitin 2021 dhe aktualisht përballet me një proces gjyqësor për korrupsion, akuzë që vijon ta mohojë. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë Eno Bozdo e konsideroi të papranueshme dhe një qëndrim të pastër politik rrëzimin e tre nismave ligjore të opozitës që synonin lehtësimin e barrës ekonomike për qytetarët si pasojë e rritjes së çmimeve nga lufta në lindjen e mesme. Bozdo tha se qeveria e Edi Ramës është e vetme në rajon dhe në Europë që nuk ka marrë asnjë mas për të mbështetur qytetarët që të përballonin rritjen e çmimeve, kur 1 litër naftë ka shkuar rreth 220 lekë. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë Eno Bozdo e konsideroi të papranueshëm dhe një qëndrim të pastër politik rrëzimin në komisionet parlamentare të tre nismave ligjore të opozitës që synonin lehtësimin e barrës ekonomike për qytetarët si pasojë e rritjes së çmimeve nga kriza në lindjen e mesme. Ai tha se nismat e propozuara nga Partia Demokratike synonin uljen e çmimit të naftës duke reduktuar taksën e qarkullimit dhe disa taksa të tjera të saj, në një kohë që Shqipëria mbetet një nga vendet me çmimin e naftës më të lartë në botë. Litri naftës sot do të ishte të paktën 350 lekë të vjetra më i lirë. Me fjalë thjeshta, për çdo 10 litra, qytetarët do të kursenin rreth 3500 lekë të vjetra ose do të merrnin rreth 2 litra më shumë karburant. Gazi industrial për prodhimin vendas do të kushtonte 0 lekë për kilogram, nga 125 lekë për kilogram që kushton sot. Çdo familje shqiptare do të kursente mesatarisht rreth 70 euro në muaj. Fermerët do të kishin mundësi reale të punonin tokën e tyre, ndërsa sot, me çmimin absurd prej afro 2200 lekë litri karburantit, kjo është bërë praktikisht e pamundur.
Bozdo tha se qeveria e Edi Ramës është e vetmja në rajon dhe në Europë që nuk ka marrë asnjë mas për të mbështetur qytetarët në këtë kohë krize. Ai bëri thirrje majorancës socialiste që gjatë shqyrtimit në seancë plenare të këtyre nismave t'i miratoj ato dhe të dalë në kahun e qytetarëve. Vetëm nga TVSH-ja, teprica e TVSH-s, mbi karburantin, për muajt mars dhe prill janë mbledhur mbi 10 milion euro shtesë, që kanë ardhur vetëm si rezultat i rritjes së çmimit, jo për merit të qeverisë. Pyetja është e thjeshtë. Ku kanë shkuar këto para? Në vend që t'u ktheheshin qytetarëve si mbështetje direkte, atë që kërkon opozita, ato kanalizohen kontrata dhe marrëveshje dyshimta korruptive apo shpenzime luksi. Pra, ndërsa qytetarët varfërohen dhe ekonomia ka ngecur, qeveria pasurohet dhe refuzon të ndajë këtë barr me njerëzit e saj. Megjithatë, këto 3 projekt ligje do të paraqiten në votim në seancën e nesërme plenare. Thirrja jonë është e qartë. Majoranca duhet të kalojë interesat e saj politike dhe të votojë në favor të qytetarëve. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi me lajmet. Lefter Maliqi vijon betejën e tij ligjore ndaj asaj që e cilëson si grabitje të mandatit nga kryetari i Bashkisë së Kuçovës. Sipas tij dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po e zvarri çështjen pasi Kreshnik Hajdari duhet të ishte shkarkuar për shkelje të ligjit të dekriminalizimit. Kandidati i opozitës për Bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi, ka akuzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zvarritje të procesit në lidhje me mandatin e kryebashkiakut aktual të Kuçovës, Kreshnik Hajdari. Tani, të dashur shqiptar, më vjen keq, të gjitha mediat e dhanë javën e kaluar për vendimin e kolegjit lartë të gjykatës së lartë, e cila la në fuqi vendimin e gjykatës administrative për të rikthyer Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë një vendim me urgjencë për largimin nga detyra në bazë të ligjit dekriminalizimit të kryetarit të Bashkisë Hajdarit famshëm të Kuçovës. Sipas Maliqit, çështja pavonohet qëllimisht, pavarësisht vendimeve gjyqësore që ai pretendon se kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme në bazë të ligjit të dekriminalizimit. Të dashur shqiptar, KQZ-ja nesër në urgjencë mbledh ka në orën 1 me fjalë për forcat politike një mbledhje të përshpejtuar për disa çështje të tjera, ndërkohë që për këtë që është kryesorja me fjalë vazhdon zvarritjen. Gjithë betejë ime ligjore në SPAK, në KQZ dhe kudo është thjesht të fitoj moralisht dhe kanë fituar betejën moralisht të qytetarët e Kuçovës, sepse ligjërisht unë kam bindje totale që 2027 do t'ju kthej fitoren e merituar. Më herët, për këtë çështje Maliqi u paraqit në SPAK, nga ku kërkoi veprime të tjera për të ndalur mbajtjen e pozicionit të kryebashkiakut Kuçovës nga Kreshnik Hajdari. Eci mëtej gjykata e posaçme ka shtyr gjyqin ndaj shkreut të bandës të Lushnjës për shkak të mungesës së 2 avokatëve të 2 pandehurve që kishin paraqitur raport mjekësor. Në seancën e planifikuar këtë të mërkur, u paraqitën për të dëshmuar reperi i njohur Noizi, motra dhe babai i tij, Bashkim Rajku. Ata janë në mesin e 60 dëshmitarëve të thirrur nga mbrojtja e Axhiut, i cili po gjykohet si kreu i një grupi kriminal për 14 krime të rënda, përfshirë vrasje, atentate, shpërthime me tritol dhe grabitje me armë. Për shpërthime e tritol në lokalin e Noizit në Durrës, avokatët e Axhiut kërkuan të thirret si dëshmitar Bashkim Rajku si dhe Klevjo Lahmataj, reperi i njohur si Klevjo. Seanca e radhës do të mbahet në 13 maj, ku do të vijojë administrimi i provave dhe dëgjimi i dëshmitarëve. Aksi rrugor Qukës Qaflloç vijon të shfaq dëmtime të tjera krahas problemeve të evidentuara 2 muaj pas inaugurimit të saj që ende nuk janë riparuar. Në vendin e njohur si kthesa e Trebinjës janë konstatuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës. Rruga e Qukës Qaflloç vijon të shfaq problematika serioze infrastrukturore. Ditët e fundit janë evidentuar sërish dëmtime në këtë aks, këtë herë në lotin e dytë pranë zonës së njohur si kthesa e Trebinjës.
ku në terren vërejën ulje të niveleve në shtratin e rrugës. Problemet në këtë segment rikthehen edhe një herë shqetësimet mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë e veprës, ndërsa kujtohet se pak kohë më parë edhe një pjesë tjetër e aksit pësoi zhytje për shkak të rrëshitjes së strukturës. Edhe pse ka kaluar kohë nga konstatimi i dëmtimit, segmenti ende nuk është rikthyer në normalitet dhe qarkullimi vijon të kryhet vetëm në një korsi. Problematikat në rrugën Qukës-Qaf-Ploç ka nisur që prej inaugurimit të saj. Gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar, rreshjet e dendura shkaktuan dëmtime dhe vështirësi në disa pjesë të aksit. Rruga, e cila ka kushtuar rreth 260 milion euro, u hap për qarkullimin e mjeteve në shtator të vitit të kaluar. Pas problemeve të evidentuara në lotin e tretë, së fundmi situata shqetësuese është faqur edhe në lotin e dytë, në segmentin që kalon për Bri Lumit Shkumbin. Banorët e Maqellarës ngren shqetësimin se automjetet që shkojnë drejt doganës së Bllatës lëvizin me shpejtësi tepër të lartë, duke vënë në rrezik qytetarët që kanë banesa të buzrrugës. Ndaj ata kërkojnë vendosjen e sinjalistikës rrugore si dashtim të patrullave të policisë në mënyrë që shoferët të ulin shpejtësinë e qarkullimit. Shpejtësia e lartë me të cilën qarkullojnë automjetet në rrugën që të çon drejt doganës së Bllatës është ndërruar në problem madhor për banorët e Maqellarës. Në këtë rrugë që shërben si nyje lidhëse mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, kanë ndodhur shpesh aksidente rrugore, ndërsa banorët thonë se ndihen të rrezikuar teksa kalojnë në rrugë, për më tepër që mungon sinjalistika pranë zonës së banuar. Kemi problem se vinë me 120-130, policia nuk reagon hiç. S'ke ku t'hin shpajtone, shpajtime se nish, pi maqinash. Parën do të merren masa, të vënë sinjalistik ose të vënë polici këtu, do të thonë rrugën e doganës, faktë të ketë polici në rrugën e doganës. Ka frikë të shesë fëmijët e, e vret fëmijën e tjetër, kap dallar, kap teze, falë, pse të falin. Po çka rrugë ka vrarë fëmijën? E ka vrarë fëmijën 10 vjeç. Kemi problem se sonim shpejton. Ai sa del pi dogane ja fut pesti më njëherë shkon. Unë kam këtë problemi se s'ka rrugë me hin shpitime. Orën e me shpejtësi hecin. E në s'kom këtë hi unë shpitime. Kjo situatë është shqetësuese jo vetëm për qytetarët që kanë banesat buzrrugës, por edhe për bizneset që ndodhen në zonë. Por rrjedhoi, banorët e Bllatës kërkojnë vendosjen e sinjalistikës rrugore, si dhe shtim të patrullave të policisë, në mënyrë që shoferët të ulin shpejtësinë e qarkullimit. Popullsia e Shqipërisë është në rënje për shkak të emigracionit të rinjve në moshë riprodhuese, thotë raporti i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin. Ekspertët bëjnë thirrje për të marrë masa pasi lindshmëria e ulët do të përshpejtojë plakjen e popullsisë në Shqipëri. Emigracioni po ndikon drejt për drejt në rënjen e popullsisë në Shqipëri për shkak të largimit të rinjve në moshë riprodhuese. Raporti i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin thekson se vendi ynë është ndër më të rrezikuarit në Europë nga tkurrja demografike. Sipas raportit, Shqipëria rënditet krahas vendeve si Lituania, Moldavia dhe Bosnia-Hercegovina, ku lindshmëria është në nivelin e zëvendësimit, ndërsa emigracioni përforcon më tej rënjen e popullsisë, duke humbur lindjet që do të ndodhin brenda vendit. Të dhënat tregojnë se vetëm në vitin 2024, rreth 62% e emigrantëve shqiptar ishin nën 35 vjeç. Në dekadën e fundit, mbi 522.000 shqiptar kanë marrë shtetësi në vendet e Bashkimit Evropian. Në 10 vitet e fundit, numri i lindjeve ka rënë ndjeshëm. Vetëm vitin e kaluar u regjistruan rreth 21.000 lindje, shumë më pak krahasuar me mbi 70.000 në fillim të viteve 90. Ekspertët paralajmërojnë se pa ndërhyrje e emigracioni dhe lindshmëria e ulët do të vazhdojnë të përshpejtojnë plakjen dhe tkurrjen e popullsisë në Shqipëri. Për herë të parë, qendra shëndetësore veriore pranë kishës Shnandout në Laç do të ofrojë shërbim shëndetësor 24 orë gjatë të martave të pelegrinazhit. Lajmin e ka bërë të ditur Ministra e Shëndetësisë e Visale gjatë një vizite në kishën e Laçit. Ministria e Shëndetësisë e Visala njofton se për herë të parë qendra shëndetësore verore pranë kishës së Shëndout në Laç po ofron shërbim shëndetësor 24 orë gjatë 13 ditëve të martë të pelegrinazhit. Ministria Sala shprehet se ky shërbim do të vijojë funksionimin në muajin qershor, duke garantuar kujdes shëndetësor të pandërprer gjatë gjithë sezonit. Për sa i përket rritjes së kapaciteteve me personel mjekësor për qendrat shëndetësore verore, ministria thotë se në thirrjen e fundit ka patur interes të shtuar nga mjek dhe infermier për të shërbyer në këto qendra. Nga 300 mjek dhe infermier dhe personel shëndetësor që hapëm thirrjen,
janë 700 që kanë aplikuar. Po, ministre, janë 700. Kjo është një lajm shumë i mirë, se tregon dedikimin, interesin, por edhe për kushtimin në të njëjtën kohë për të shëndetësisë. Ndër të tjera, ministrja bën të ditur se një tjetër risi është edhe qendra shëndetësore në Lixhat e Elbasanit, e cila do të ofrojë shërbim gjatë fundjavave për t'u përgjigjur fluksit të shtuar të vizitorëve që frekuentojnë këtë zonë kurative. Një anije madhrash që ishte nisur nga Shqipëria për në Ukrainë është vendosur në ujërat greke pasi është përplasur me shkëmbinj në ishullin e Andros. Anija me flamur të Vanuatës po transporton të rreth 3.000 ton sodë, por ka psuar dëmet e rënda pas goditjes në zonën shkëmbore. 9 anëtarë të ekipazhit u shpëtuan gjatë operacionit. Autoritetet portuale greke ngritën alarmin në orët e para të mëngjesit pas mbytjes së një anije madhrash me flamur të Vanuatus, e cila u përplas me shkëmbit në veri të ishullit Andros. Sipas informacioneve paraprake, anija, e cila ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës dhe transportonte rreth 3.000 ton sodë, pësoi dëme të rënda pas goditjes në zonën shkëmbore, duke quar në fundosin e saj. Në bord ndodheshin 9 anëtarë ekipazhi, 8 shtetas turq dhe 1 nga Azerbajxhani, të gjithu shpëtuan me sukses fal një operacioni të koordinuar nga roja bregdetare. 2 prej marinarëve u nxorën nga deti nga një anije patrulluese, ndërsa 7 të tjerë u lokalizuan dhe u shpëtuan në një zonë të vështirë shkëmbore në Andros. Më pas ata u transportuan në portin e ishullit, ku rezultojnë në gjendje të mirë shëndetësore. Në operacionin e shpëtimit u përfshin disa mjete detare dhe ajrore, përfshirë 2 anije të rojes bregdetare, 2 të tjera në mbështetje anije pasagjerëve Samos, 3 anije kalimtare si dhe një helikopter i forcave ajrore greke. Kushet e favorshme të modit ndihmuan në realizimin e suksesshëm të operacionit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit detar. Paneli i gjyqësor i dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ka shtyrë edhe për të paktën 2 muaj shpalljen e aktgjykimit ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në gjyqin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Thaçit, Veselit, Kresniqit dhe Selimit përfundoi në shkurt dhe aktgjykimi pritej këtë muaj. Zëdhënësia e gjykatës speciale ka deklaruar se shtyrja e shpalljes së aktgjykimit deri në 20 korrik është bërë për shkak të kompleksitetit të rastit. Shpallja e aktgjykimit përfundimtar në procesin ndaj ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara në Hagë u shtyr dhe pritet të bëhet më 20 korrik të këtij viti. Zëdhënësia e gjykatës speciale Angela Grip tha për Radion Europa e Lirë të mërkurën se paneli gjyqësor vendosi ta shtyjë shpalljen e aktgjykimit deri më 20 korrik për shkak të kompleksitetit të rastit. Fillimisht vendimi ishte planifikuar të shpallej më 19 maj në përputhje me afatet procedurale. Megjithatë, rregullat e gjykatës parashikojnë që trupi gjykues të ketë deri në 90 ditë kohë për të dhënë verdiktin, me mundësi shtyrje edhe për 60 ditë të tjera në raste të veçanta. Ky proces konsiderohet një nga më të rëndësishmit për drejtësinë ndërkombëtare që lidhet me luftën në Kosovë, ndërsa përfundimi i tij pritet të tërheqë vëmendje të gjerë në rajon dhe më gjerë. Të 4 ish drejtuesit e UÇK-s i kanë mohuar vazhdimisht akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke u vetë deklaruar të pafajshëm në deklaratat përmbyllëse në muajin shkurt. Prokurorët ndërkohë kanë kërkuar që ata të shpallen fajtor dhe të dënohen me nga 45 vjet burg secili, ndërsa ekipet mbrojtëse kanë kërkuar lirimin e tyre, duke argumentuar se nuk ka prova për krimet e pretenduara. Presidenti Donald Trump bëri të ditur se operacioni për shoqërimin e anijeve përmes ngushticës së Hormuzit do të pezullohet për një periudhë të shkurtër kohore. Trump u shpreh se është arritur përparim i madh drejt një marrëveshje të plotë dhe përfundimtare me përfaqësuesit e Iranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se operacioni i quajtur Projekti Liria për shoqërimin e anijeve përmes ngushticës së Hormuzit do të pezullohet për një periudhë të shkurtër kohore, pasi është arritur përparimi i madh drejt një marrëveshje të plotë dhe përfundimtare me përfaqësuesit e Iranit. Përmes një postimi në Truth Social këtë të mërkurë, Trump tha se vendimi u mor me kërkesë të Pakistanit, i cili po ndërmjetëson bisedimet mes SBA-s dhe Iranit për të parë nëse marrëveshja mund të finalizohet dhe nënshkruhet.
SBA-ja nisi të shoqëruarin projekt Iliria për të rihapur ngushtisën e Hormuzit për anije tregtare, pasi Irani e ka mbyllur atë duke lënë mira anije të bllokuara në të dyja anët e ngushticës për javë të tëra, gjë që ka goditur rënd ekonominë globale. Irani e ndaloi kalimin përmes kësaj rruge jetike ujore duke kërcënuar se do të shënjestronte çdo mjet lundrues që do përpiqej të kalonte pa pëlqimin e tij për shkak të fushatës ushtarake të SBA-s dhe Izraelit kundër tij, e cila nisi më 28 shkurt. Njoftimi i presidentit Trump erdhi pas një konference për mediat nga sekretari i shtetit Marco Rubio, i cili deklaroi se fushata ushtarake amerikane kundër Iranit, e quajtur tërbimi epik, ka përfunduar. Disa orë më parë, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth tha se armpushimi i SBA-s me Iranin mbetet në fuqi, edhe pse Irani lëshoi raketa drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ushtria amerikane fundosi 6 varka të vogla iraniane më 4 maj. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Klikoni në balkanweb.com, do të njiheni aty me zhvillimet nga vendi, rajonit e bota. Faleminderit që na ndoqët.